Por një gjë që president Trump nuk i pëlqen që ai të duket sikur njerëzit po e marrin për budalla. Dhe ai e ka të shumë problem. Neve kemi parë edhe se si ka hequr gjysmën e stafit kur ishte presidentin e kaluar, dhe vetë ai e shpreu, nëse neve shikojmë te titrat që ai tha që mua më duket sikur Putini po më luan. Dhe unë nuk kam për ta marrë këtë pozitive, sepse Putini nga një anë i thoshte Trumpit që neve po do bëjmë jarë pushim, që kjo të lejojë që ne të bëjmë marrëveshje për paqe, dhe nga ana tjetër pastaj e sulmonte. Dhe kjo nuk ka shkuar pozitiv, dhe natyrisht neve kemi parë që dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka arritur pak tonin më lart kundër Rusisë. Dhe kjo duket sikur pala ruse tani po ulet e po shikon që deri ku ishte limiti dhe deri ku ishin vijat e kuqe të Trumpit, sepse neve nuk i kemi parë aktualisht ku janë vijat e kuqe të Trumpit. Me administratën Biden ishim shumë të qartë se ku ato ishin. Po, por në dokumentet që të paktën kanë qarkulluar deri tani dhe nuk është se ka pasur një përgënjeshtrim zyrtar nga Shtëpia e Bardhë, jepet një avantazh shumë i madh dhe Rusisë, jepet Krimeja, ka të rajonet që pretendon se ka aneksuar, madje ka ndryshuar edhe kushtetutën e saj për t'i bërë ato pjesë të Rusisë. Ukraina nuk antarësohet në NATO, çmilitarizimi i saj, pra të gjitha këto çfarë janë thënë, të cilat zyrtarisht dhe publikisht janë kundërshtuar deri tani vetëm nga Gjermania, e cila i ka kërkuar Ukrainës që të mos bëjë një deal të tillë. Po Britania e Madhe si qëndron në raport me këto që po fliten publikisht të paktën? Atëherë Britania e Madhe si kushtin e saj që ka se vit të kuqe është që Ukraina duhet të armatohet, dhe pjesë e koalicionit që Keir Starmer ka ngritur është pikërisht për këtë, që ta rindërtoj ushtrinë e Ukrainës dhe ta riamartoj. Dhe kjo nuk është se nuk ka për të ndodhur, sepse dhe vetë Britania e Madhe me Ukrainën ka nënshkruar një pakt që ishte për 100 vjetorin e të dyja palëve diplomatike. Dhe kjo është diçka që Britania e Madhe e ka vendosur, ka thënë që Ukraina duhet të ketë ushtrinë e saj dhe duhet ta ketë armatosur. Por nga ana tjetër dhe Europës i intereson, dhe kryesisht Britanisë së Madhe i intereson që Ukraina të riformatoj ushtrinë e saj, sepse Ukraina aktualisht është e vetmja në Europë që ka eksperiencë lufte. Dhe kjo të jep goxha avantazh për sa i përket planit dhe strategjisë që Europa do të bëjë për sa i përket mbrojtjes. Që unë nuk e shikoj që kjo nuk ka për të ndodhur, por natyrisht Rusia ka vënë një propozim dhe duket që Trumpi deri tani i ka pranuar. Por ana tjetër po shikojmë që aleatët strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke ja cilësuar disa gjëra Trumpit, që çfarë mund të bëhet dhe çfarë mund të mos të bëhet. Për sa i përket Krimeas, duket sikur ajo do t'i lejohet që Rusia ta marrë, por këta nuk kam për ta njohur, kam ndofta për ta njohur de facto, dhe vetë zoti Trump ka thënë që nuk dëshiron që këtë ta bëjë si diskutim, sepse ky nuk është një problem i tij dhe Bideni me Obama që 2014 duhet ta kishin zgjedhur. Ngelet pastaj për të parë se si do shkojnë deri në fund. Për sa i përket atyre rajoneve që është folur, me sa duket paktën nga zërat ose komunikimi që është bërë, Ukraina është e hapur që ato 4 rajone të ngelen të vetë qeverisura. Dhe ajo mund të ishte deri diku diçka e pranueshme për Ukrainën. Por këto janë shumë tema delikate, sepse qofse Putini vërtet i merr gjithçka që ai dëshiron, pastaj ku mund të ndaloj. Sepse është e vërtet që ai thotë që un kam për të ndaluar këtu, por ne nuk e dim. E kuptoj. Andi, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Ditë të mbar, ishte shumë kënaqësi, faleminderit.